Selam aleikum, a lejohet namazi I papastër vetëm me abdes? Aleikum selam, Allahu të bekoftë të rujt. Prej kushteve të namazit është pastërtia e trupit. Pra, qoftë nga gjunubllëku, qoftë nga pastrimi I ciklit mujor, e të ngjashme. Por, në këtë rast, themi, nësë është e pamundur marrja e guslit për x arsye që të arsyetohet fetarisht, atëherë dush me kalu të opsioni B. Opsioni B është marrja e tejemumit me niyet të guslit. Pra, nuk dush me thonë s'po muj me marrë gusull, atëherë po kaloj të opsioni B, po marrë veç avdes. Jo, dush me marrë tejemum me niyet të guslit. Deri kur vlen ky tejemum, që po lunë rolin e guslit, deri sa t'jepet mundësia e parë, mundësia ma shpejt me marrë gusull. Deri atëherë, falesh ma tejemum edhe pse s'ki gusull. Allahu të rujtë.